konferencën e shpallimit të hapur. Mirë se na keni ardhur, mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini. Sot është një event shumë i rëndësishëm ku do të përjetojmë premierën e filmit dokumentar Aldo në Iran dhe promovimin e romanit Sekreti i Fundit. Personazhi kryesor i kësaj mbrëmjeje është Aldo Sullollari, një gazetar prej 11 vitesh në ekranet shqiptare dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në emisione të ndryshme në Chicago, Michigan, New York dhe në media shumë të rëndësishme në Shqipëri. Prej disa vitesh ai është presidenti i organizatës ndërkombëtare Nexhat, e cila operon në kuadër të integrimit të komuniteteve të huaja në Shqipëri. Gjithashtu është producenti disa dokumentarëve, përfshirë dhe dokumentarin më të fundit të realizuar në Iran, të cilin do ta ndjekim së bashku sonte. Aldo Sullollari është edhe autori i romanit Sekreti i Fundit, një thriller psikologjik që trajton një situatë shumë të ndjeshme dhe emocionuese. Të nderuar të pranishëm, të mirëpresim Eduardo Fitje, gazetarin, autorin, producentin, liderin e organizatës Aldo Sullollari. Si asnjë herë tjetër. Emocionet janë të shumëfishta, sepse këtu nuk jam vetëm si kolege e Aldos, por mbi gjitha jam motra e tij dhe jam shumë krenare për vëllai